Dëgjues të nderuar të radios Sibilat e Veriut. Mirë dita dhe mirë si keni ardhur në emisionin tonë Frymëzim jetënisime në vargje me temën Sfidat e artit të librit. Pra. Të nderuar miq, ne sot kemi ndarë disa tema për ju dhe do të flasim për çështjen e librit dhe ju falenderojmë juve që keni ndarë kohën të jeni pranë me nesh. Një përshëndetje të bukur për gjithë ju miqtë e mi. Një përshëndetje për ju dhe ju zonja Prenda Seidia që jeni bashkëautore e këtij emisioni dhe bashkëpunuese në emisionet e gjithëmbarshme që i kemi pasur deri tani. Mirë se keni ardhur dhe mirëmëngjesi, një ditë e bukur për ju. Mirëmëngjes zot Gzim. Mirëmëngjes për të gjithë dëgjuesit e dashamirësit e Radio Sibilave të Veriut. Ju uroj një ditë bukur, po në vazhdim edhe një javë të mbar, plot shëndet e suksese për secilin nga ju. Këngën e parë sepse ne na mos prisni interneti, prandaj i detyrova.
Miq të nderuar, siç e dini, neve deri tani kemi folë kryesisht për librat, sfidat e librit, dhe kemi folë kryesisht edhe për temat e shkrimit dhe më gjerësisht jemi ndalur në këto detaje, por nuk kemi folë deri në finalizimin e librit dhe problematikat që e shoqërojnë ata, pra në rrugtimin e librit, rrugtimi i librit që ne e quajmë sfidat e librit, sepse janë të gjitha këto sfida që një shkrimtar apo një poet deri tek ardhja finale e një libri ka shumë sfida dhe jo sa mund të mendohet e lehtë, pra po shkruaj një libër dhe doli një libër, siç thuhet shpesh, por e gjitha ajo botë brenda asaj ka sfidat e veta dhe këto ne i kemi quajtur si sfidat e librit, pra. Kemi folë shpesh për librin, si shkruhet ai, kriteret që i duhen atij libri, dhe më gjerësisht jemi ndalë në këto pika, por nuk kemi folë për shembull për përgatitjen e librit, botimin e librit, promovimet e librit, panairet, tregun, futja e autorëve në programet shkollore dhe nivelet e tjera që i takojnë pra kësaj bote të krijuesve. Dhe sigurisht se për këto problematika neve do të flasim më gjerësisht në vazhdim. Neve do të fillojmë me temën e parë që do të na flet zonja Prenda Sejdia mbi shkrimin e një libri dhe sfidat e autorit. Faleminderit zoti Gjem. Tema si që thatë dhe ju më përpara, shkrimi i një libri dhe sfidat e autorit. Secili krijues që ka botuar një herë më shumë është përballur me këtë sfida, por mendoj që duhet rithën pasi teknikat, problematikat e gjithçka tjetër duhet trajtuar në mënyrë shkencore besoj. Shkrimi një libri dhe sfidat e autorit. Shkrimi një libri është një udhëtim i gjatë dhe sfidues, i mbushur me momente krijimtarie, dyshimi dhe triumfi. Ja disa nga sfidat kryesore me të cilat përballen autorët. Gjetja e kohës dhe disiplina. Shkrimi kërkon kohë dhe përkushtim. Shumë autorë duhet të balancojnë shkrimin me punët e tjera, familjen dhe angazhimet e përditshme. Disiplina është thelbësore. Duhet krijosh një rutinë shkrimi dhe ti përmbahesh asaj edhe kur nuk ndjehesh e frymëzuar. Ç'ndodh kur shkrimtari ndihet i bllokuar, pra bllokimi i shkrimtarit. Kjo është një ndjenjë e zakonshme kur fjalët nuk vijnë dhe krijimtaria duket sikur është e bllokuar. Autorët duhet të gjejnë mënyra për të kapërcyer këtë bllokim, siç janë shkrimi i lirë, ndryshimi i vendodhjes së shkrimtarit ose marrja e një kohe pushimi. E treta, zhvillimi i personazheve dhe ngjarjes. Krijimi i personazheve të besueshëm dhe një ngjarje të tërheqëse kërkon imagjinat dhe aftësi të mira tregimtare. Autorët duhet sigurohen që personazhet e tyre të kenë motivime të qarta dhe që fabula të jetë e mirë strukturuar. Redaktimi dhe rishikimi. Shkrimi i parë është veç se fillimi. Redaktimi dhe rishikimi janë faza mjaft të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e shkrimit. Autorët duhet të jenë të hapur ndaj kritikave dhe të jenë të gatshëm të bëjnë ndryshime të mëdha në punën e tyre. Hapi tjetër është gjetja një botuesi. Gjetja një botuesi që është i gatshëm të botojë librin mund të jetë një sfidë e madhe, veçanërisht për autorët e rinj. Autorët duhet të jenë të durueshëm dhe të vazhdojnë të dërgojnë ndërshkrimet e tyre te botues të ndryshëm. Dhe promovimi i librit. Pasi libri të jetë, autorët duhet të promovojnë librin e tyre për të arritur një audiencë të gjerë.
që mund të përfshijë organizimin e ngjarjeve të librit, përdorimin e mediave sociale dhe bashkëpunimin me librari. Megjithse sfidat janë të shumta, shkrimi i një libri mund të jetë një përvojë e jashtëzakonshme dhe shpërblyese. Zoti Gzem. Faleminderit. Tema 2 do të flasim për botimin e një libri dhe problematikat. Botimi i një libri, pavarësisht nëse bëhet përmes një shtëpie botuese tradicionale apo vetë botimit, sjell me vete një sër problematikash që autorët duhet t'i marrin parasysh. Këtu janë disa nga sfidat kryesore. Kostoja financiare pra. Botimi tradicional, edhe pse shtëpitë botuese tradicionale zakonisht mbulojnë kostot e botimit, autorët mund të përballen me shpenzime tjera siç janë shpenzimet e marketingut ose udhëtimet për promovimin e librit. Vetbotimi mund të jetë më i lirë në disa aspekte, por autori mban gjitha kostot duke përfshirë redaktimin, dizajnin e kopertinës, formatimin, shtypjen, marketingun e tjerë. Marketingu dhe promovimi. Në një treg të mbushur me libra, tërheqja vëmendjes së lexuesve është një sfidë e madhe. Autorët duhet të jenë aktivë në mediat sociale, të krijojnë një platformë online dhe të marrin pjesë në ngjarje letrare për të promovuar librin e tyre. Botuesit tradicional kanë rrjete shpërndarëse të cilat shpesh janë të pak krahasueshme nga një autor i vetë botuar, por dhe aty kërkohet që autorit të jetë i angazhuar në promovimin e veprës së tij. Shpërndarja dhe logjistika. Sigurimi që libri të jetë i disponueshëm në librari dhe platforma online kërkon planifikim dhe organizim. Autorët e vetbotuar mund të përballen me vështirësi në shpërndarjen e librave, veçanërisht nëse synojnë një audiencë të gjerë. Problemet ligjore. Autorët duhet të siguruar që të kenë të drejtat e autorit për gjithë materialin e përfshirë në libër. Kontratat me shtëpinë botuese duhet të shërtohen me kujdes për të shmangur mosmarrveshjet në të ardhmen. Konkurenca. Tregu i librave është jashtëzakonisht konkurrues dhe autorët duhet të punojnë më shumë për të bërë librin e tyre të dukshëm. Kjo përfshin krijimin e një libri cilësor, një kopertinë tërheqëse dhe një strategji marketingu efektiv. Cilësia e produktit. Nëse autori vendos të vetbotojë, ai duhet të sigurohet se produkti final të jetë një cilësi të lartë, duke përfshirë redaktimin profesional, dizajnin, kopertinën dhe formatimin e brendshëm. Një libër i dobët i prodhuar mund të dëmtojë reputacionin e autorit dhe të zvoglojë shitjet. Duke qenë i vetëdijshëm për këto problematika, autorët duhet të marrin masa paraprake, të rritin shanset e tyre për sukses në botimin e tyre. Miq të nderuar, unë do të shtoja edhe diçka këtu, duke pas parasysh përvojën time mbi 3 dekada e gjysmë tepër në krijimtari dhe duke pas një bagazh tepër të madh, pra një përvojë të jashtëzakonshme me çështjen e librit në të gjitha këto aspekte që u cekën, pra tek botimi i librit dhe problematikat e tyre. Kostoja financiare është një problem i madh sot për gjithë krijuesit, në veçanti ata në Ballkan, sepse shumica atyre nuk mbështeten nga institucione apo shtëpi botuese të mirëfillta siç kanë qenë dikur. Unë kujtoj me nostalgji rilindjen e Kosovës, kur ne botonim dhe shpërndarja e librit, marketingu dhe gjithçka bëhej përmes institucionit. Pra shpërndarshin librat në për gjitha libraritë e Kosovës, shpërndarshin librat në për gjitha bibliotekat e shkollave të Kosovës dhe anë e kënd. Pra ishte një shpërndarje rjetit të mirëfillt të institucionit që botonte një atë libër. Megjithëse ishte shumë e vështirë depërtimi për të botuar në këto institucione, por se gjithsesi pastaj problematika e vogël ishte që autori të merrej, pra autori nuk merrej më me shpërndarjen e librit, por autori atë libër e gjente gjithandej shtëpive botuese, bibliotekave, librarive,
dhe kësaj ishte shumë e lehtë arritja deri tek lexuesi, pra. Dhe autori mund të merre me ndonjë promovim që organizonte dhe vetë institucioni, pra. Por sot këto mund të jenë vetëm një ëndër, një kohë apo një nostalgji, një kohë, sepse sot gjithçka është privatizuar dhe ka kaluar në për institucione të vogla, shtëpi botuese të vogla, që secila ka kuptohet logjikisht e ka interesin e vet. Dhe kësaj pra për krijuesin është bërë tepër e vështirë. Këto sfida pra janë gati të papërballueshme për shumicën e krijuesve, sepse autori shkruan librin dhe ka hallin se si ta botoj atë, ku ta botoj dhe në çfarë mjete, si të arrihet. Unë po flas nga bagazhi im që kam, sepse ky bagazh që kam është i papërballueshëm në Kosovë sot, të botohen 200 libra me forca vetanake është gati e pamundur, ndërsa tani më ka filluar edhe në Kosovë një botim them nga Ministria e Kulturës, ku ka 2-3 vite që na pjesërisht na boton libra dhe ne I falenderojmë për këtë iniciativë të bukur që ka dhe uroj që kjo iniciativë të rritet, të zgjerohet gjithandej edhe më tepër në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pra duke I bërë apel institucioneve edhe në Shqipëri që edhe ato të merren me krijuesit, pa tu krijojnë mundësi atyre që të paktën bile çështjen e botimit ta kenë të mbuluar dhe mos kenë brengën se ta shkruaj librin, ta përgatis librin, ta sjelli deri në finalizim dhe pastaj ku t'i gjejnë mjetet për ta botuar ata. Unë kërkoj falje zënë e prenda që mora kohën pak të shtoja në këto, por gjithsesi ishte më se e nevojshme. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt ne kemi gjithmonë nevojë për të mësuar nga ata që rinë konkretisht nga ju akoma dhe më mirë. Jo vetëm si drejtues emisioni, por si një krijues I Merfield I të gjitha zhanreve për të ri e për të rritur, gjë të cilën nuk e gjen kudo. Promovimi I librit dhe synimet e një promovimi. Promovimi I një libri është një proces thelbësor që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe shitjet e librit. Ai përfshin një sër strategjish dhe taktikash të dizajnuara për të arritur një audiencë të gjerë lexuesish. Të janë disa nga synimet kryesore të një promovimi libri. Rritja e ndërgjegjësimit. Synimi kryesor është të bëhet libri I njohur për sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Kjo përfshin krijimin e një zhurme rreth librit dhe tërheqjen e vëmendjes mediave, blogerëve dhe të lexuesve. Gjenerimi I interesit. Promovimi synon të ngjall kurreshtjen dhe interesin e lexuesve për librin. Kjo mund të arrihet duke theksuar pikat e forta të librit, duke ndarë fragmente interesante dhe duke krijuar një atmosferë tërheqëse. Rritja e shitjeve. Në fund të fundit, promovimi I librit synon të rrisë shinkurajimin e lexuesve për të blerë librin, duke ofruar promovime dhe duke e bërë librin të disponueshëm në platforma të ndryshme. Ndërtimi I një audience, promovimi I librit është gjithashtu një mundësi për të ndërtuar një audiencë të qëndrueshme lexuesish. Kjo përfshin krijimin e një lidhje me lexuesit, ata në diskutime dhe duke I mbajtur të informuar për librat e ardhshëm. Krijimi I një imazhi të autorit. Promovimi I librit mund të ndihmojë në krijimin e një imazhi pozitiv të autorit. Kjo përfshin paraqitjen e autorit si një ekspert në fushën e tij, ndarjen e historisë së tij dhe krijimin e një lidhjeje personale me lexuesit. Zgjerimi I rrethave të librit. Shpesh synohet që libri të arrijë rrethe të reja lexuesish, nga ato të cilët mund të kenë interesa të ndryshme dhe të jenë të hapura ndaj veprës. Disa nga metodat që përdoren për promovimin e një libri janë eventet promovimit librit, përdorimi I mediave sociale, marrëdhëniet me publikun dhe mediat,
Reklama online dhe offline, bashkëpunimin me librari dhe bloger. Gzim? Faleminderit. Ne do të prekim një temë krejt tjetër tani më, panajiret e librit dhe qëllimi i tyre. Panajiret e librit janë ngjarje të rëndësishme kulturore që mbledhin së bashku botues, autorë, lexues dhe dashamirët e librit. Qëllimi i tyre është shumë dimensional dhe përfshin disa aspekte kryesore. Promovimi i librit dhe leximit. Panajiret e librit shërbejnë si një platformë për të promovuar librat e rinj, autorët e njohur dhe të rinj, për të nxitur leximin në përgjithësi. Ato ofrojnë një mundësi për lexuesin të zbulojnë libra të rinj, të takojnë autorët e tyre të preferuar dhe të marrin pjesë në diskutime dhe prezantime. Mbështetja e industrisë së botimit. Panajiret e librit janë një vend ku botuesit mund të prezantojnë librat e tyre, të krijojnë kontakte me partnerë të rinj dhe të rrisin shitjet. Ato gjithashtu ofrojnë një mundësi për botuesit të shkëmbejnë ide dhe të diskutojnë tendencat e reja të botimit të librave. Krijimi i një hapësire kulturore. Panajiret e librit janë një vend ku njerëzit nga të gjitha moshat dhe përjardhjet mund të mbledhen për të festuar librat e tyre dhe kulturën. Ato shpesh përfshin aktivitete të ndryshme si leksione, panele, diskutime, shfaqje artistike dhe punëtorit synojnë të pasurojnë jetën kulturore në komunitet. Ndërveprimi i autorëve me lexuesit. Panajiret i mundsojnë një lidhje të drejtë për drejtë ndërmjet autorëve dhe lexuesve. Këto takime ndikojnë në krijimin e lidhjeve më të forta ndërmjet librit dhe lexuesit. Në thelb, panajiret e librit janë një festë e librave dhe të kulturës që synojnë të promovojnë lexim, të mbështesin industrinë e botimit dhe të krijojnë hapësira kulturore për të gjithë. Edhe këtu më duhet t'i them disa fjalë sepse sikur kjo përvoja jonë ka filluar të mos i duroj këto padrejtësi që po i bën, sidomos librit dhe shumicës së botuesve. Këto institucionet të dyja shteteve, pra, edhe atë Kosovës, edhe atë të Shqipërisë, që të krijojnë kushte më të mira edhe për ata që promovojnë libra, pra ata që paraqiten në panajiret e librave, që të krijohet mundësi edhe për botuesit dhe edituesit e vegjël, sepse tarifat shkojnë aq lart sa që në të shumtën e rasteve nganjëherë për 2 metër katror janë të papërballueshme edhe për ta botuesit e vegjël. Pra, çmimet ngritën aq lart sa ai që shkon në panajir ndoshta nuk ja del edhe ta paguan edhe qirani vendin se ku vendoset me stendën e tij. Pra, këtu pra sikur kërkohet që një profit të madh, sado që taksat po hiqen, një profit të madh të marrë dhe shteti përmes hapësirës që i krijon botuesve dhe edituesve. Neve ende jemi shoqëri në formim, pra, jemi ende shoqëri të varfra në Ballkan dhe si të tilla nuk duhet i ndjekim në standardet europiane të çmimeve, aq të larta që ofron stendave dhe atyre që paraqiten në panajir për të paguar aq shtrejt dhe për të mos u mundësuar jo të gjithëve që të marrin pjesë në këto panajire, por të marrin pjesë vetëm ata botuesit e mëdhenj që ndoshta kanë bërë ndonjë emër përmes dikuj apo. Dhe sikur këto panajire janë gjysmake, sepse mbi gjysma e letërsisë shqiptare nuk vijnë në këto panajire, që ta di mirë edhe lexuesit, po edhe botuesit, por edhe autorët e ndryshëm. Pra mbi gjysma ose 60% e autorëve që botohen mungojnë në për këto panajire, pra, sepse shkojnë shtëpitë e mëdha botuese, atje paraqiten, prezantohen, bëjnë bizneset e tyre dhe sikur luajnë një rol dominant brenda shoqatave dhe asociacioneve të tyre për të krijuar hapësira për vete, pra. Dhe kësaj, pra, botuesit e vegjël injorohen. Unë kaq kisha për këtë temë, zonja Prenda, do i ftoj që tani ju të na flitni në vazhdim për temën tuaj që keni përgatitur për emision. Tregu i librit dhe profiti i autorit. Tregu i librit është një mjedis kompleks dhe dinamik. Dhe fitimi i autori mund të ndryshojë shumë në varësi të disa faktorëve. Këtu
janë disa aspekte kryesore që ndikojnë në fitimin e një autori. Lloji i botimit, pra botimi tradicional. Në botimin tradicional, autori zakonisht merr një përqindje të vogël të shikeve, të quajtur honorar. Kjo përqindje mund të ndryshojë në varësi të marrëveshjes me botuesin dhe popularitetit të autorit. Botuesi mbulon shumicën e kostove të botimit, përfshirë redaktimin, dizajnin e kopertinës, shtypjen dhe shpërndarjen. Vetbotimi. Në vetbotim autori mban një përqindje më të madhe të shikjeve, por ai gjithashtu mban të gjitha kostot e botimit. Fitimi mund të jetë më i lartë për njësi, por shikjet mund të jenë më të ulta nëse autori nuk ka një strategji të fortë marketingu. Populariteti i autorit dhe librit. Autorët e njohur dhe librat bestseller mund të gjenerojnë fitime të konsiderueshme. Autorët e rinj dhe librat e parë shpesh kanë vështirësi për të arritur shitje të larta. Marketingu dhe promovimi. Marketingu efektiv është thelbësor për të arritur shitjet e librit. Autorët që janë aktiv në mediat sociale marrin pjesë në ngjarje letrare dhe bashkëpunojnë me bloggerë dhe librari, kanë më shumë gjasa të kenë sukses. Lloji i librit. Disa zhanre janë shumë romanet romantike, siç janë romanet romantike dhe thrillerët, janë më të popularizuara se të tjerët dhe mund të gjenerojnë shitje më të larta. Libri i fëmijëve dhe libra shkencor, po ashtu janë të kërkuarit në treg. Tregu i librit në Shqipëri. Tregu i librit në Shqipëri është relativisht i vogël dhe kjo mund të ndikojë në fitimin e autorëve. Gjithsesi, viteve të fundit është vënë re një rritje e interesit ndaj librit, sidomos në panajiret e librit, të cilat zhvillohen në disa qytete të Shqipërisë dhe Kosovë. Në përgjithësi, fitimi i një autori varet nga një kombinim faktorësh dhe nuk ka një formulë të thjeshtë për sukses. Po, zoti Gzim? Faleminderit zënë Prenda, nëse mendoni, nëse pajtoni sjellim një këngë apo të vazhdojmë, sepse jemi të... Në fakt, ne po kemi problem me internetin, sot nuk e di arsyen. Është ditë pushime dhe zakonisht është i ngarkuar sistemi në Shqipëri, prandaj edhe kjo mund ndodhë. Është gjithandej ky fenomen gjatë fundjavëve dhe zakonisht ndodhin këto. Nëse s'përton të lexosh temën tënde, sa ne tregohemi disi. Po, gjithsesi. Ndihet, Gjithsesi, patjetër. Sa është mundësia që autorët e ri të futen në programet e librave shkollore sot? Mundësia që autorët e ri të futen në programet e librave shkollore sot është një çështje komplekse e cila varet nga disa faktorë. Procesi i përzgjedhjes së teksteve shkollore. Procesi i përzgjedhjes së teksteve shkollore zakonisht është i rregulluar nga Ministria e Arsimit ose institucionet e ngjashme. Ky proces shpesh përfshin vlerësimin e teksteve nga komisionet e ekspertëve, të cilët marrin parasysh cilësinë e përmbajtjes, përputhshmërinë me kurrikulën dhe faktorët e tjerë. Në këtë proces shpesh autorët e njohur të shtëpive botuese me përvojë u jepet përparësi. Faktori i botimit. Shtëpitë botuese të cilat kanë një rritje shpërndarëse të gjerë, një emër të konsoliduar në treg, kanë më shumë mundësi që të bëjnë pjesë në programet shkollore. Autori i ri mund të hasë vështirësi në këtë aspekt. Kurrikula dhe nevojat e sistemit arsimor. Kurrikula dhe shkollore përcaktojnë përmbajtjen dhe standardet e teksteve shkollore. Nëse një autor i ri ka një vepër që përputhet me mënyrën e veçantë dhe me nevojën e kurrikulës, atëherë ai si mund të ketë një shans më të mirë. Gjithsesi, shpesh kurrikulat kanë një ngurtësi të caktuar e cila nuk lejon futjen e shumë veprave të reja. Iniciativa dhe ndryshimet në sistemin arsimor.
Nëse ka iniciativat për të përfshirë më shumë autorë të ri në sistemin arsimor, ose nëse ka ndryshime në politikat e përzgjedhjes së teksteve shkollore, atëherë mundësitë për autorët e ri mund të rriten. Po ashtu, nëse ka një hapje të sistemit arsimor ndaj veprave të reja dhe ndaj autorëve të ri, kjo mund të krijojë mundësi. Në përgjithësi, megjithse mundësitë ekzistojnë, autorët e ri duhet të jenë të përgatitur për një proces konkurrues dhe të vështirë. Do dua që edhe këtu sigurisht të them mendimin tim. E them këtë sepse nga përvoja ime mbi 3 dekada e gjysmë gati në shkrime, në libra, pra kam shumë vërejtje. Sinqerisht kam shumë vërejtje për sistemin e përgatitjeve arsimore që bën dhe librave shkollore, në veçanti atyre të gjuhës shqipe që sot mësohen në për shkollat tona, dhe po shihen rezultatet, po shihen gjithmonë të fundit në PISA. Pra ne kemi ngel pa një ndarje, pa një participim të brezave të krijuesve për të futur, sepse kohët po ecin përpara dhe ne sikur jemi fokusuar me 90% atje të rilindja kombëtare ende. Nuk po duhet të moj rilindje kombëtare asnjëherë, sepse jam i frymzuar për saj, respekt për gjithë krijuesit. Por sikur është një dominancë e madhe dhe nuk po krijojmë hapësira për krijuesit e brezave të tjerë. Pra nuk po mësohen brezat dhe ecja në kohë. Pra bota po zhvillohet, bota po transformohet, bota po ecën dhe ne ende merremi me male me fusha. Pra me dashuri çka të komunizmit dhe me shumë çka që nuk kemi guxuar t'i themi. Pra kemi shumë nevojë për ndryshime programesh, kemi nevojë për reforma në këto libra dhe sigurisht do duhet bën. Ndërsa, çështja tjetër, unë kam problematika sidomos në Kosovë. Zakonisht pas luftës Kosovës, sistemi demokratik solli dhe demokracinë, kjo mirë se erdhi dhe mirë se vjen. Por pastaj caktoheshin ministrat e arsimit kryesisht nga partitë politike, dhe secili me klanet e veta përfitonte nga këto mënyra dhe kur hartoheshin programet futeshin njerëz të partive të tyre, të strukturave të tyre, duke i lënë anash shumicën e krijuesve dhe duke mbetur shumica e krijuesve jashtë tyre programeve shkollore. Pra ne nuk kemi krijuar, që ta dini mirë shqiptarët, nuk kemi krijuar asnjëherë programet mirëfillte arsimore, por i kemi bë vetëm shërbime njëri tjetrit duke kaluar edhe librat në tendera dhe duke u bërë këta libra në forma tenderoide, pra duke u përzgjedh njerëzit e atyre që kanë marrë tenderin, kanë përfituar tender dhe duke futur edhe autor që dikur i kemi mësuar edhe mos ta kurse edhe nga slavistika Pra dhe këto janë shumë të dëmshme, këto kanë nevojë për një reformim dhe një transformim rrënjësor. Pra gjithë ata që kanë krijuar programet shkollore në Kosovë, në veçanti pas luftës, kanë krijuar programet të tilla që është turp me marrë dhe me i lexue. Unë kam analizuar librat nga klasa e parë dhe e 9 të shkollave fillore dhe kam gjetur aty materiale që nuk vlen fare për të mësuar ato. Nuk vlen fare. Ne këtë probleme pam edhe me abetarin, pra me nxi unifikuam një abetar 20 vite pas. Dhe këto janë probleme të një shoqërie që duhet me u reformue. Dhe prej ku reformohet një shoqëri? Përgatitja e sistemit arsimor, pra është baza e një shoqërie për të ndryshuar dhe për të reformuar. Zëre Prenda, faleminderit për kohën dhe përdorimin që treguat dhe për mundësinë që më datë. Faleminderit që ju.
Zënia Brenda, fjala për ju. A janë të vjetruara programet shkollore në gjuhë dhe letërsi sot? Çështja e letërsisë të programeve shkollore në gjuhë dhe letërsi është një temë e diskutueshme dhe komplekse. Argumente. Këtu janë disa pika për të marrë parasysh. Argumente pro vjetërsisë, pra përmbajtja e kanonizuar. Shpesh programet shkollore mbështeten kryesisht në vepra kanonizuara të letërsisë, të cilat mund të jenë të vjetra dhe të mos reflektojnë interesat dhe realitetin e nxënësve të sotëm. Kjo mund të çojë në një mungesë interesi dhe angazhimi nga ana e nxënësve, pasi ata mund të mos e shohin lidhjen midis këtyre veprave dhe jetës tyre. Mungesa e përditësimit me tendencat bashkëkohore. Programet shkollore mund të mos jenë të përditësuara me tendencat e reja në letërsi, gjuhë dhe kulturë. Kjo mund të lërë nxënësit të paprigatitur për të kuptuar e vlerësuar letërsinë dhe kulturën bashkëkohore. Metodat e mësimdhënies. Shpesh metodat e mësimdhënies janë të vjetruara, duke ju munguar elementet bashkëkohor si përdorimi i teknologjisë dhe interaktiviteti. Argumente kundër vjetërsisë. Rëndësia e trashëgimisë letrare. Veprat e kanonizuara të letërsisë janë të rëndësishme për të kuptuar historinë dhe kulturën tonë. Ato afrojnë një pasqyrë të vlefshme të vlerave, ideve dhe temave që kanë formësuar shoqërinë tonë. Zhvillimi i aftësive kritike. Studimi i letërsisë pavarësisht nga mosha e veprave ndihmon në zhvillimin e aftësive kritike të nxënësve, siç janë analiza, interpretimi dhe pensimi. Këto aftësi janë të rëndësishme për suksesin në të gjitha fushat e jetës. Përditësimi i kurrikulave. Shpesh bëhen përpjekje për të përditësuar kurrikulat dhe për të fshirë vepra letrare bashkëkohore dhe për të integruar elementet bashkëkohore në mësimdhënie. Si përfundim, është e rëndësishme të gjejmë një ekuilibër midis ruajtjes së trashëgimisë letrare dhe përfshirjes së veprave dhe tendencave bashkëkohore. Gjithashtu, është të thelbësore të përdorim metodat mësimdhënies që angazhojnë dhe motivojnë nxënësit. O zotiksin. Faleminderit. Dëgjues të nderuar, unë pak fola më herët si nga përvojat, si nga ato zhvillimet që kanë ndodhur deri tani, por edhe nga ajo çfarë shpletova më herët, megjithatë unë tash do të hyj pak edhe më në detaje se a kanë nevojë programet shkollore në gjuhë dhe letërsi të reformohen dhe të plotësohen edhe me autorë të rinj. Sigurisht se po. Sigurisht se po, e them. Sepse gjuha po evolvon dhe në këto 20 vitet e fundit pra është krijuar edhe një liri më e gjerë për krijuesit dhe një mundësi më e gjerë dhe ka një hecje, pra janë dy etapa krijuesi që ne i kemi ndarë në 10 vjeçare dhe tani më, por edhe ato të viteve 90-ta, 80-ta, shumica atyre nuk janë nëpër programe shkollore. Pra nuk mund thuhet se nuk ka vepra të mira, ka vepra të mira, por nuk ka mundësi për të kyçur edhe për të ardhur deri tek ato vepra, pra. Sepse edhe botimet janë të pakta duke i njohur mundësitë e tjera, pra. Por unë do të vazhdoj. Ekziston një nevojë e qartë për reformim dhe përditësimin e programeve shkollore. Pra, përditësimin e programeve shkollore në gjuhë dhe letërsi. Kjo nevojë bëron nga disa faktorë kyç. Përshtatja me realitetin bashkëkohor. Pra ne po e shohim se bota po ecën, po zhvillohet dhe ne sikur po ngecim. Pra duhet t'i përshtatemi këtë realiteti bashkëkohor të sotëm. Shoqëria jonë po ndryshon me shpejtësi dhe programet shkollore duhet të reflektojnë këto ndryshime. Përfshirja e autorëve të rinj dhe veprave bashkëkohore mund të ndihmojnë nxënësit të lidhin letërsinë me jetën e tyre dhe të zhvillojnë një kuptim më të thellë të botës rreth tyre. Nxitja e interesit dhe angazhimi i nxënësve. Përmbajtja e vjetruar mund të jetë rrezikshme dhe
e parëndësishme për nxënësit e sotëm. Përfshirja veprave të reja dhe të larmishme mund të nxjisë interesin e tyre dhe të rrisë angazhimin në procesin e mësimit. Pra shumë çka nga këto unë veç më lart i zbërtheva edhe me shembuj. Zhvillimi i aftësive kritike dhe analitike. Letërsia bashkëkohore shpesh trajton tema dhe çështje komplekse që kërkojnë aftësi kritike dhe analitike të zhvilluara. Përfshirja e këtyre veprave në programet shkollore mund të ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë këto aftësi thelbësore. Dhe ku jemi sot ne me kritik, pra ku merremi sot ne me kritik dhe të merremi edhe me çështjen e atyre librave. Kjo do të shkojë në ndërgjegjjen e bashkësive të arsimit dhe atyre që krijojnë tekstet shkollore për të marrë, për të analizuar, për të vlerësuar ato dhe për të gjykuar ato, pra për të bërë një vlerësim mirëfill kritik. Megjithëse sot kritik shumë pak kemi edhe, dhe sigurisht pra kjo çështje po ngec, pra nuk ka kush të thot kujt se programet tona janë vjetruar dhe programet tona duan reformë, pra duan të kyçen edhe autorë të ri, jo pse unë, sepse në fund të fundit nuk ja kemi nevojë ne, por është çështja e brezave që kanë nevojë të mësojnë më shumë, pra. Pasurimi i perspektivave kulturore. Përfshira autorëve nga kultura dhe prejardhje të ndryshme mund të pasurojë perspektivat kulturore të nxënësve dhe të nxjisë një kuptim më të thellë të diversitetit. Për të realizuar këto qëllime, është e rëndësishme që programet shkollore të përfshinë një përzgjedhje të larmishme veprash, duke përfshirë edhe ato të autorëve të rinje. Përdorin metoda të mëdhënies që të angazhojnë dhe të i motivojnë nxënësit. Përditësohen rregullisht për të reflektuar tendencat e reja në letërsi dhe në kulturë. Reformimi i programeve shkollore në gjuhë dhe letërsi është një proces i vazhdueshëm që kërkon bashkëpunim të mësuesve, ekspertëve të arsimit dhe të autorëve. Pra, sikur teknologjia që po zhvillohet dhe po ecën përpara, edhe çështja e librave tek ne, edhe çështja e arsimit tek ne, por edhe mundësia e autorëve të rinj për të kyç, sepse mund të jenë më kreativ, mund të jenë më të avancuar, dhe kjo shkaku i zhvillimit të kohëve dhe arsimimit që sot merret. Dhe sigurisht se kjo krijon pastaj një bazament tek shoqëria e gjerë për të përfituar, për të shfrytëzuar ato mundësi që krijohen brenda një shoqërie. Unë kaq kisha zënë brenda, fjala për ju. Faleminderit. Cilat janë vlerat dhe nivelet letrare sot në letërsinë shqipe? Dhe në fakt, për këtë temë ne shpesh në misionet tona e kemi hedhur nga një fjali, por sot do flasim pak më gjerë. Letërsia shqipe sot paraqitet me vlera e nivelet larmishme që pasqyrojnë ndryshime shoqërore, kulturore dhe politike. Aspektet kryesore, siç janë vlerat letrare, ka diversiteti tematik. Autori shqiptar po trajtoi një gamë të gjerë temash, duke përfshirë çështje të integritetit, identitetit migrimit, tranzicionit postkomunist dhe sfidave të shoqërisë bashkëkohore. Ka një rritje të interesit për letërsinë që eksploron tema të tilla si feminizmin, diversiteti seksual dhe çështjet e mjedisit. Eksperimentimi stilistik. Autorët po eksperimentojnë me forma e teknika të reja letrare, duke përfshirë përdorimin së folur, elementet postmoderne dhe fuzionin e zhanreve. Ka një tendencë drejt një letërsie më të hapur dhe më të lirë, që shmang konvencionet tradicionale. Rikthimi i kujtesës dhe historisë. Shumë autorë po merren me rikthimin e kujtesës historike, duke eksploruar periudhat e errta të së kaluarës, siç është periudha e komunizmit. Ka një interes të shtuar për të zbuluar dhe interpretuar të kaluarën për të kuptuar më të mirën dhe të tashmen. Vlerat e gjuhës. Gjuha shqipe është duke përjetuar një zhvillim të madh dhe autorët e kohës sotme po i shtojnë vlera gjuhës duke i përdorur në mënyra të reja, pra nivelet letrare, autorë të etabluar. Ka një brez autorësh të etabluar, të cilët kanë një reputacion të fortë në letërsinë shqipe dhe janë të njohur për cilësinë e punës së tyre. Sepse kuptohet,
nuk mund të bësh letërsi nëse ti nuk je kërkues i cilësisë. Autor të rinj dhe premtues. Rritja e cilësisë pas këtu do thotë nëse ke krime të bukura do të dominojnë koprave, përndryshe nuk lexohet nesër. Autor të rinj dhe premtues. Ka një numër në rritjet autorëve të rinj dhe premtues, të cilët po sjellin një frymë të re në letërsinë shqipe. Këta autorë shpesh janë më të hapur ndaj eksperimentit dhe inovacionit. Letërsia e diasporës. Letërsia e diasporës shqiptare po luan një rol të rëndësishëm në pasurimin e letërsisë shqipe. Autorët e diasporës shpesh sjellin perspektiva të reja, trajtojnë tema që lidhen me identitetin dhe përvojën e emigrimit. Letërsia e përkthyer, e cila normalisht që zë një vend të rëndësishëm në letërsinë tonë, ashtu siç ka qenë pothuajse në gjithë kohra. Përktimi i veprave të ndryshme nga letërsia botërore ka ndikuar në zhvillimin e shijeve letrare në Shqipëri. Në përgjithësi, letërsia shqipe sot është një fushë dinamike dhe e larmishme që po zhvillohet dhe po pasurohet vazhdimisht. Po zoti Tim? Dëgjues të nderuar, ne do të vazhdojmë me temat e tjera dhe tani më kemi një temë mjaft interesante për ngritjen e niveleve të shkrimit, një mision dhe detyrë për çdo krijues. Pra, çdo krijues duhet të ketë për mision jo vetëm shkrimin, por ai në vazhdimsi duhet të kërkojë ngritje në shkallën e shkrimit, sepse nëse s'ka krijuar ngritje nga libri në libër, atëherë nuk duhet të vazhdohet më tutje derisa të krijohet një avans i kërkuar. Pra, sigurisht se çdo krijues i synon më edhe synon më të mirën, pra, por këtë çështje duhet ta ketë parasysh dhe unë sikur në këto kohë që kam përcjell krijuesit, shumicën e krijuesve, ka një numër të madh krijuesi që nuk kanë këto tendenca, pra nuk kanë tendencë që të krijojnë një varg, një poezi, një fuqi hermetike brenda, jo vetëm hermetike, por një metaforë të fuqishme, sepse jo gjithkush merret me hermetizëm apo me metaforë, por të krijoj pra një poezi të fuqishme e cila do ta kishe për lakmi të dëgjoj, të lexoj, sepse çështja e poezisë është çështje luksi dhe ajo lexohet për shpirt, dhe nëse lexon 100 poezi dhe 90 nga to nuk të bien për shpirt, atëherë nuk e çat lexon. Pra në shumica krijuesve nuk e çat lexon. Fatkeqësisht e them këtë element, sepse shumica e krijuesve nuk e kanë përqasje ngritjen e niveleve të shkrimit si një mision dhe detyrë për çdo krijues. Absolutisht, ngritja e niveleve të shkrimit është një mision dhe detyrë vazhdueshme për çdo krijues letrar, pavarësisht nga niveli i tij aktual ose suksesi i arritur. Kjo është një rrugë pafundme e vetëpërmirësimit dhe eksplorimit krijues. Pra secili krijues duhet të vetëpërmirësohet, të vetë edukohet, vetë forcohet brenda vetvetes për të sjell fuqi në fjalë, për të sjell fjalë të reja, për të sjell vepër që shumë kush mund t'ja ketë lakmi edhe për ta lexuar. Zhvillimi i artit. Letërsia është një art që evolon vazhdimisht. Pra, jo është kërkesa. Çdo shkrimtar ka përgjegjësinë të kontribuojë në këtë evolucion duke kërkuar vazhdimisht mënyra të reja për të shprehur idetë dhe emocionet. Përmirësimi i komunikimit. Shkrimi është i mirë dhe komunikim efektiv. Një shkrimtar që përpiqet të ngrej nivelin e shkrimit të tij, punon për të përmirësuar aftësitë e tij dhe për të lidhur me lexuesin, për të transmetuar mesazhe të qarta dhe për të ndikuar në mënyrë të thellë. Eksplorimi i potencialit krijues. Çdo shkrimtar ka një potencial krijues të pashfrytëzuar. Ngritja e niveleve të shkrimit është një proces i zbulimit, pra i vetë zbulimit të vetvetes të krijuesit, që i lejon shkrimtarin të eksplorojë dhe të shfrytëzoj këtë potencial, pra për ta prezantuar atë në krijimin e tij. Përgjegjësia ndaj lexuesve. Lexuesit meritojnë letërsi cilësore. Një shkrimtar që përpiqet të ngrej nivelin e shkrimit të tij, po tregon respekt për lexuesin dhe po i ofron atyre një përvojë të pastër dhe të vlefshme. Vetëpërmbushja.
Procesi i ngritjes së niveleve të shkrimit është një rrugë e vetëpërmbushjes. Çdo arritje, çdo përparim sjell një ndjenjë të thellë pakënaqësie dhe përmbushje. Për të realizuar këtë mision, krijuesit letrar duhet të lexojnë shumë, të analizojnë veprat e autorëve të tjerë dhe të mësojnë prej tyre, të shkruajnë vazhdimisht, të praktikojnë dhe të eksperimentojnë, të jenë të hapur ndaj kritikave dhe të mësojnë prej tyre, të kërkojnë vazhdimisht mënyra të reja për të shprehur veten, të jenë të ndërgjegjshëm për gjuhën që përdorin ata në një mënyrë sa më të saktë. Ngritja e niveleve të shkrimit është një proces i vazhdueshëm, por edhe një proces që ja vlen. Pra gjithmonë duhet synohet në ngritje të niveleve, që edhe lexuesi ta akceptoj sa më mirë atë, pra siç u tha dhe nderojmë edhe lexuesin kur synojmë të ngrisim nivelet në letërsi. Zënë Prenda, fjala për ju. Faleminderit. A kam vlerë mirënjohjet, çmimet e shpërblimet, që është shumë po shpërndahen në kohët e fundit. Vlera mirënjohjeve, çmimeve dhe shpërblimeve të dhëna kohët e fundit është një çështje komplekse dhe e diskutueshme. Ka disa faktorë që ndikojnë në perceptimin e vlerës tyre. Shumësia e dhënies së çmimeve. Kur çmimet dhe mirënjohjet jepen shpesh, ato mund të humbasin ekskluzivitetin dhe vlerën e tyre të perceptuar. Nëse shpërblimet jepen pa kritere të qarta ose në mënyrë të pabarabartë, kjo mund të minojë besueshmërinë e tyre. Kriteret e dhënies. Vlera e një çmimi varet nga kriteret të përdorura për ta dhënë atë. Nëse kriteret janë të qarta, transparente dhe të bazuara në rritje të vërteta, atëherë çmimi ka më shumë vlerë. Nëse çmimet jepen për arsye politike, personale ose të tjera të papërshtatshme, atëherë ato absolutisht humbin vlerën e tyre. Perceptimi publik. Perceptimi publik i vlerës së një çmimi ndikohet nga besueshmëria e organizatës që e jep atë, nga reputacioni i marrësve të mëparshëm dhe nga mënyra se si çmimi promovohet. Vlera simbolike kundrejt vlerës materiale. Shpeshherë, një mirënjohje apo çmim ka një vlerë më të madhe simbolike se sa atë materiale. Në përgjithësi mund të thuhet se vlera mirënjohjeve, çmimeve dhe shpërblimeve varet nga konteksti në të cilin ato jepen. Nëse ato jepen në mënyrë të drejtë, transparente dhe të bazuar në arritje të vërteta, atëherë ato mund të jenë një burim i rëndësishëm e motivimit dhe njohje. Por nëse ato jepen në mënyrë të papërshtatshme, atëherë ato mund të humbasin vlerën e tyre dhe të minojnë besueshmërinë e institucioneve që japin atë. Po do t'i iksim? Faleminderit. Dal nga dal dëgjues të nderuar, po vim edhe tek fundi i këtij emisioni për sot, sepse ka qenë jashtë plani i mirë, po megjithatë ne kemi paraparë me që është ditë vikendi, të shfrytëzojmë mundësinë dhe të jemi pranë dëgjuesve tanë edhe në këtë ditë pushimi, pikërisht pranë të kohë afër drekës. Ne po trajtojmë temën e fundit tani për këtë emision. A ka profesionalizëm dhe apo respektohen kriteret në për promovime librash sot? Sigurisht se edhe promovimet i kanë ato rregullat e veta, rregullorët e veta, jo të shkruara, por gjithsesi është një mision i një promovimi, pra promovohet një libër dhe duhet që njerëzit e mirëfillt që i takojnë atij këshilli librit të vinë, të flasin, të vlerësojnë. Dhe jo aty të dëgjohen gjëra jo profesionale, pra jashtë librit, jashtë rregullave të librit, pa kujt i teket marr fjalën, të flet disa fjalë që nuk janë në botën e librit, pra por të respektohen edhe këto rregulla pak a shumë. Në promovimin e librave sot, niveli profesionalizmit dhe respektimit kritereve mund ndryshoj shumë. Ka një larmi faktorësh që ndikojnë të. Diversiteti i botimeve. Me rritjen e vetë botimeve dhe botimeve të vogla, cilësia promovimeve mund të ndryshoj. Disa promovime organizohen me shumë kujdes dhe profesionalizëm,
ndërsa të tjera mund të jenë promovime të rastësishme sa për të mbuluar apo për të thënë diçka, pra për të kryer një mision, të mbledh diçka dhe për të dëgjuar. Roli i mediave sociale. Mediat sociale kanë ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si promovojnë librat, ndërsa ato ofrin mundësi të reja në promovim, gjithashtu mund të qenë promovime në më pak formale dhe më të orientuara drejt marketingut. Dëgjues të nderuar, me që jam edhe këtu në këtë pikë, dua të shtoj edhe disa fjalë. Neve këtu në Radio Sibilat e Veriut, misioni ynë është letërsia dhe promovimi, sigurisht promovimi i librave letrare, librave autorëve të ndryshëm, dhe ju të gjithë të dashur autor jeni të mirë se ardhur. Kjo media është themeluar pikërisht për këto qëllime, sepse duke parë që krijuesit kanë ngelur të anashkaluar qoftë nga mediat, sepse në media më tani dihen cilat janë programet, është politika dhe muzika dhe asgjë tjetër. Pra neve si misioni kemi vënë që kjo media jona, sado e vogël sociale që mund të jetë një radio, ne po e quajmë radio, por e kemi kaluar edhe në video, film dhe sigurisht se ka për masa më të gjëra, por misioni ynë, pra dua të them, është që ne të promovojmë edhe krijues dhe ju jeni të mirë se ardhur. Kush ta ketë gjendit edhe në YouTube, apo? Po, gjithsesi edhe në YouTube jemi të pranishëm, pra me signalin ton, dhe sigurisht ne do ta zgjerojmë kapacitetin e kësaj medie dhe do të krijojmë edhe mundësi të tjera. Pra ju jeni të mirë se ardhur, paraqituni. Neve me mirë kuptim ju mirë presim dhe promovojmë edhe librat tuaj, por edhe ato çfarë ju dëshironi, edhe intervistat të ndryshme do të krijojmë dhe kësaj do të jepet një mundësi autorëve që deri tani kanë në veçanti, pra unë po llogaris nga viti 2000 këtej në Kosovë, kanë qenë shumë të anashkaluar krijuesit, sepse janë privilegjuar shumë aspekte tjera të jetës në shoqëri, ndërsa krijuesit ata që krijojnë mendjen, vlerën, trurin e këtij populli, ata kanë qenë gjithmonë të anashkaluar. Dhe si e tillë neve i kemi dhënë iniciativë vetës që këtë fenomen ta luftojmë deri në masë sa mundemi për t'i mbuluar krijuesit dhe për t'u krijuar hapësira atyre që zëri i tyre të dëgjohet lart e më lart. Dhe tash po kthehem tek kriteri i vlerësimit. Kriteret e vlerësimit të librave mund ndryshojnë në varësi të llojit të librit, audiencës së synuar dhe qëllimeve të promovimit. Në disa raste vëmendja mund të jetë më shumë se shitja se sa vlera letrare. Profesionalizmi i organizatorëve. Profesionalizmi i organizatorëve në promovime luan një rol të rëndësishëm. Promovimet e organizuar nga botuesit e mëdhenj ose organizatat letrare kanë tendencë të jenë më profesionale se sa ato të organizuar nga individ ose botues të vegjël. Në përgjithësi mund të themi se ka një përzierje të profesionalizmit në promovimet e librave dhe amatorëve. Po e shtoj këtë dhe të amatorëve, sepse po ndodhin to. Disa promovime janë të organizuar mirë dhe të bazuar në kriteret qarta, ndërsa të tjera janë më të rastësishme dhe të orientuara drejt marketingut apo interesave financiare që mund të ketë një grup i caktuar apo një klan i caktuar. Unë ju falenderoj dëgjues të nderuar që patët durimin të na dëgjoni për këto çështje tona që na preokupojnë, dhe neve këtu me temën kemi arë fundin, por sigurisht se zonja Prenda ka për të thënë edhe diçka. Jo, zoti Gzimon, doja nëse është e mundur, e di që kohën e ke tashmë shumë të kufizuar, por në vite shumë të shkurtra, për një çfarë mund të na thuaj për një libër, stili i librit është jo profesional. Edhe njerë pyetjen sepse nuk më erdhi zëri i plot. Pra, kemi problem goxha me internetin, në ndjes për këtë, po s'është kontor. Do doja të na flisje në vija të shkurtra për një libër që botohet me një këshill libri jo profesional. Problematikat e këshillit librit në një libër çfarë do, zhanri qoftë. E them shpesh se nga përvojat që kemi pa, pra merren shumë grupime të ndryshme, shok, individet e të tjerë dhe botohen një libër, pra është një këshill jo aq profesional sa që niveli atij që kryeson librat atje, që kryeson në këshillin e librit, pra nuk i plotson as nivelin e mesatarës, që unë e quaj nga 100 në 10. Pra
te 50 është mesatarja dhe nuk I plotson as nivelin e mesatarës dhe ka guxim të vëj emër pra redaktor, recensent apo diçka tjetër në këshill. Dhe kjo është për të ardhur keq pra. Neve duhet të mbushim me mend në këto gjëra dhe sepse kur vëm një libër dhe kur shkruajmë emrin aty, emrin mbetet, nuk ka kush që e fshin më ata, sepse ai arkivohet diku në një ISBN, diku në ndonjë bibliotekë, sadom në numër të vogël ai do të mbetet aty. Pra ky është një fenomen për të kritikuar dhe unë sinqerisht jam kundër këtyre veprimeve që jo gjithkusht të vej emër apo të pa I njohur çështjen e kritereve që duhet të ketë një redaktor, detyrave të tija që duhet t'i përmbush në një libër, pra që kur ta merr librin të gjitha kriteret si redaktor duhet t'i ketë të përmbushura, duhet t'i plotësoj ato kritere të njoh mirë atë që po e redakton. Apo recensentin, pra, edhe tek recensenti. Pastaj edhe tek lektorët kemi huqe mjaft, pra, nuk merren shpejt, përgatiten me programe të ndryshme si në Word me korrigjime atje dhe lëshohen gabime, pastaj ikin shkronja dhe sot është mundësia për të korrigjuar ato gjëra shumë shpejt, pra jo për një herësh, por t'i kthesh librin 2 herë, 3 herë nëse është e nevojshme. Pra gjitha këto elemente pra duhet të kenë parasysh tek këshilli I librit, sepse nëse një këshill I librit lëshon ato gabime atëre shumica lexuesve do të kapen për të. Megjithëse për mua si krijues, pra tani më janë gjëra të kaluar këto gjëra, sepse për mua është e rëndësishme tema që sillet, pra ajo bërthama e librit që sjell unë brenda librit dhe nuk çështja tjetër I takon pra redaktorit, recensentit apo edhe lektorit për gabimet që mund të shohin. Por edhe ana teknike e them, sepse edhe ana teknike është një problematik goxha e reflektuar në për libra që e shohim shpesh, pastaj nxjerrin fotografi të ndryshme, nxjerrin atë, pra nuk nxjerrin ai thelbi I temës që mund të nxjerret në një libër për të reflektuar pak a shumë me bërthamën e librit. Çështja tjetër është për shembull profili I poetit, për shembull unë shoh poet që dalin me cigare në dorë atje dhe reflekton cigaria sikur të jetë një që dhe kjo nuk është e mirë për brezat e ri, them, jo për vete, por për brezat e ri sepse kur një fëmijë, unë e kujtoj në fëmijën time kur merrja dhe shija autor që me cigare në profil janë atje në foton e vet atje, kjo e shtyn një fëmijë thot, po dalë ta provoj edhe unë ç'është kjo cigare kështu, e ke parasysh. Pra është një reklam që nuk I shkon librit, pra duhet t'i kemi parasysh shumë faktor kur përgatitim librin, kur japim imazhin ton në libër e tjerë, sepse pastaj ajo do të reflektoj tek brezat, dhe brezat synojnë me mësuar, pra ne do të jemi shembulltyr e shoqërisë, dhe kur dalim përpara auditorit, përpara publikut, qoftë në libër, qoftë në media, pra ne duhet të reflektojmë si njerëz të kulturuar, si njerëz të gdhendur, të shembull për të tjerët, pra duhet të jemi një shembull I mirë për të tjerët, dhe jo të dalim në format nga më të ndryshmet ashtu siç jemi zgjuar në mëngjes dhe dalim para publikut, para fëmijëve, para të gjithëve, pra një shembull jo I mirë. Ka shumë elemente që duhet kritikuar, në këto fenomene I kam kritikuar qysh në vitin 2000, pra në për mediat, gazetat e kohës atër, sepse tash s'ka gazeta. Pra ne në Kosovë nuk kemi gazeta, kemi metaforën time dhe një metaforë që nxjerr Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës me licencë timen, ndërsa media tjera nuk kemi në letër, them. Media elektronike ka mjaft, por ato kanë interesat e veta, pagesat e veta, synimet e veta dhe gjithsesi. Por ne po trajtojmë çështjen e problematikës të letërsisë dhe problemeve letrare. Unë kërkoj ndjes lexuesve që pak a shumë ndoshta dikush edhe mund të shpohet nga këto fjalët e mia, por një fjalë e urtë thotë unë po gjuaj përpjet, po kush ka hip në darë dhe bajt me shnet. Faleminderit. Faleminderit, Zot Fiksim. Koha për lexuar të diel të mbar. Po, zonja, faleminderit.
Miradije Zimberi Abdullahu. Përshëndetje, respekt i nderuar poet Simajkeraj. Faleminderit, përshëndetje. Saçi miku im i nderuar Gëzim Orime. Faleminderit zotni Qazim, përshëndetje nga Zvicra. Madhështia juaj Gëzim dihet është dëshmuar në mbi 350 libra xhaneve të ndryshme. Mimoza Hoxha Gati, urime për gjetjet dhe trajtimin e temave kaq delikate, suksese miq. Miranda Troci Derti, të dihet të mbarë, stafi Radio Sibila dhe Veriut, suksesi paqit pakon. Respekt dhe prizim. Emision të mbarë, miq të nderuar, respekt. Majun Osmanaj, urime suksesi Radio Sibilat, si dhe moderatorëve për temën që trajtonin, me që letërsia është rrugë maraton, ndërsa autori duhet stërvitur shumë për suksese. Drame Makaj, të dihet të këndshme artista, i falenderojmë për komentet, gjithçka të bukur për ju, një jetë të diell të mbar e javë plot shëndet e surprizat të bukura për secilin prej jush. Po zot Gëzim? Faleminderit, unë nuk di tash ku mund t'i gjej edhe të tjerët miq që kanë përshëndetur, sepse pash edhe disa emra të tjerë që na kanë përshëndetur dhe na kanë uruar. Nuk mi ka duhet kenë patjetër, por nuk mi nxjerr. Nuk na kanë uruar. Shumë keq, sinqerisht. Unë pash edhe një të zakun tim në Malsi atje që na ka përshëndetur dhe do përshëndes edhe unë Samidin Maçkaj. Përshëndetje të zak. Nëse që unë si kam gjetë. Është pak e vështirë sepse i kam faqet e shpërndara dhe puna në 2 kompjuter është shumë ndërlikuar, por do shikoj edhe pak nëse mund të gjej diçka, por e kam të vështirë, sinqerisht e kam të vështirë sepse s'mund t'i mbledh të gjithë, sepse është në për 5-6 faqe i shpërndar linku dhe transmetimi dhe këto 5-6 faqe tani është e pamundur të kontrollohen të gjitha në të kohë duke i pas duart e nxonën në për kompjuter. U kërkoj falje dëgjuesve, por sigurisht se nga lëvizjet e mia pra në miksazh këtu sigurisht duhen lëvizje për të krijuar imazhet dhe kjo pak edhe nuk më lën qetë duke u munduar të kap të gjitha skenat pra në emision dhe kjo pak më po. Nëse ju keni gjetur edhe diçka zonë brenda jo. Sinqerisht më vjen keq që nuk nxjerrim të emrat as disa nga mesazhet tani. Sakt, po. Por i falenderojmë përsëmërisht 454 veta që na kanë ndjek live, 17 komentuesit, të gjithë ata që kanë pëlqyer, paqe, shëndete, suksese, mbarësi, falënderim me zemër për secilin. Faleminderit dëgjues të nderuar, ju urojmë një të diel të bukur dhe vikend të bukur e javë të mbar nga nesër. Faleminderit për kohën që keni ndarë me ne ju miq të nderuar. Respekt për gjithë ju. Dhe së fundmi do i përshëndesim me një këngë Moj Tokë Shqipnie. Faleminderit. Gjithë të mirat për ju. E ditë të bukur. Yeah.
Do shfrytëzoj mundësinë këtu për të lexuar edhe një urim nga zënia Almarit Krasniqi Gjoçaj. Urime suksese për emisionin, urime për Radion Sibilat e Veriut, për ju të nderuar shkrimtar zonja Prenda Sejdia dhe zoti Gzima Igeraj. Është kënaqësi të ju dëgjojmë. Ju urojmë një të diel të këndshme, respekt. Faleminderit zonja Alma, sukses edhe për ju. Respekt. Gjithashtu edhe të një tjetër përshëndetje, ju dëgjova sot në Radio Sibilat, ju përgëzoj sinqerisht për temën, trajtimin e trajtuar me pyetje nga smocë qejve, punë të mbarë të gjithë mrekullueshme Maxhur Osmanaj dhe një përshëndetje vjen nga përshëndetje edhe për ne, edhe nga ne për zotin Maxhur Osmanaj. Ildie Xhemajli, përshëndet zotin Zimajgera dhe Prenda Sejdia, përshëndesim shumë fort, që përshëndesim edhe ne. Urojmë gjithë çka të bukur, paqen, shëndet e suksese. Suksese.